Këtë pamje e ndryshuan mendjen, të paktën për një kohë të shkurtë Donald Trumpit. Presidenti Amerikan po mendon t'i vendosë sanksione Rusisë për shkak të sulmeve të fundit me raketa që ushtria e këtij vendi kreu në Ukrainë. Bazuar në faktin se Rusia po godet rënd Ukrainën në fushën e betejës, po konsideroi mundësinë për të vendosur sanksione të fuqishme bankare. Sanksione të tjera dhe tarifa në shkallë të gjerë ndaj Rusisë derisa të arrihet një armëpushim dhe të arrihet një marrëveshje përfundimtare për paqe. Sulmet e fundit e bën Trump të jetë më këmbgulës karshi Rusisë e Ukrainës për të ulur sa më parë të jetë mundur në tryezën e bisedimeve. Njëra dhe tjetra, sipas tij, nuk kanë zgjidhje më të mirë. Unë mendoj se ajo që do të ndodhë është se Ukraina dëshiron të bëjë një marrëveshje, sepse nuk mendoj se kanë zgjidhje tjetër. Unë mendoj po ashtu se edhe Rusia dëshiron të bëjë një marrëveshje, sepse në një mënyrë tjetër, mënyrë të cilën vetëm unë e di, ata nuk kanë tjetër zgjidhje. Bisedimet, të paktën sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelenski, mund të nisin javën e ardhshme.